Jan Marsalek, ish drejtori operativ i kompanisë gjermane të pagesave Wirecard, është identifikuar si një figurë kyçe në një rrjet spionazhi rus që operon në Europë. Pas shpërbërjes së Wirecard në vitin 2020, Marsalek u zhduk dhe tani është një nga personat më të kërkuar nga Interpoli. Hetimet kanë zbuluar lidhjet e tij me shërbimet sekrete ruse dhe përfshirjen e tij në operacione spionazhi në disa vende europiane. Në Mbretërinë e Bashkuar, një grup prej 5 shtetash bullgar u shpallën fajtor për spionazh në favor të Rusisë. Ky grup, i drejtuar nga Orlin Rovsev, një ekspert bullgar i IT-s, kishte bazën e tij operative në një hotel në Great Yarmouth. Rovsev kishte lidhje të ngushta me Marsalek dhe besohet se ka marrë udhëzime prej tij për aktivitetet e spionazhit. Grupi ishte i përfshirë në mbikëqyrjen e gazetarëve, disidentëve dhe kundërshtarëve të Kremlinit në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Europë. Rrjeti i spionazhit i drejtuar nga Marsalek kishte shtryrje edhe në Gjermani, Austri, Spanjë dhe Maltezi. Në Gjermani, grupi kishte planifikuar të përdorte pajisje të avancuara për të përgjuar komunikimet në një bazë ushtarake amerikane në Stuttgart. Gjithashtu ata kishin në shënjestër gazetarë dhe kundërshtarë të presidentit Putin, duke përfshirë plane parëndime dhe eliminime fizike të tyre. Marsalek kishte lidhje të ngushta me shërbimin ushtarak të inteligjencës ruse, përmes aktores ruse Natasha Zlobina. Ai kishte udhëtuar në zona konflikti si Siria, si i ftuar i ushtrisë ruse, dhe kishte diskutuar krizën libiane me përfaqësues të qeverisë ruse që nga viti 2015. Gjithashtu, ai kishte përdorur kompaninë Wirecard për të mbështetur grupet mercenare ruse, si grupi Wagner në lindjen e mesme. Pas kolapsit të Wirecard në vitin 2020, Marsalek u aratiz dhe besohet se është duke jetuar në Rusi, në mbrojtjen e shërbimeve sekrete ruse. Ai ka marrë një identitet të rem si prift ortodoks dhe ka vazhduar aktivitetet e tij në fushën e spionazhit. Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve ndërkombëtare për ta kapur, Marsalek vazhdon të jetë në arati, duke e bërë atë një nga personat më të kërkuar në botë.